Kryetari i gjykatës së posaçme Erion Bani, teksa bëri homazhe për gjykatësin apelit të Astrid Kalaja, i cili u vra të hënën në sallën e gjyqit, deklaroi se siguria në gjykatat e vendit mungon në 99% të rasteve. Nga ana tjetër, Bani tha se të gjitha gjykatat në vend ka nevojë për godina të reja që të garantohet siguria. Jeni dëshmitar vetë sepse jeni gazetar që mbuloni fushën e drejtësisë dhe konstatoni që siguria pothuajse në 99% të rasteve të gjykatave nuk i plotëson kushtet. Asnjë gjykatë nuk i plotëson kushtet, pasi të gjitha duhen ndërtuar nga fillimi që të plotësohen kushtet. Duhet të kuptojnë që pasigurit të gjykatave nuk mund të ketë pavarësisht të gjyqtarit në dhënien e vendimit, pasi një gjyqtar, nëse nuk është i qetë në marrjen e vendimit, nuk mund të jap drejtësi, tha Bani për gazetarët. Nga ana tjetër, ai shtoi se të njëjtën do të ketë një mbledhje të gjithë gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, ku do të adresohen të gjitha problemet në organet kompetente. Do të shikohet kudo organ që nuk kanë përmbushur detyrën që të merren masa të mëtejshme. Së pari do të fillojë nga gjykatat dhe pasi të përmbushin detyrën e vet, do të kërkojnë llogari një për të gjitha institucionet që nuk kanë përmbushur detyrat e tyre. Aktet ligjore që nga viti 2010 thonë se në të gjitha sallat e gjykimit duhet të ketë prani të forcave të policisë që të garantohet siguria. Ky është një fakt. Arsyeja pse nuk janë përcaktuar këto do të adresohen dhe do të diskutohen.